Dohet robi me lyp kiblen, dhe nuk mund falesh veç me tahmen fakultet apo ku do qoftë. Dohet me përpjek me lyp kiblen, ose nëpërmjet anëve, ose me orësat, me këtë fart aplikacionin telefon e gjej kiblen. Na pranohet namazin se nuk e dim drejtimin e kibles sakt. Se do më thonë, unë jam student edhe më bjem më fol në fakultet. Ka njëherë nuk e di ka i bjen vendi ose drejtimi i sakt i kibles. A na pranohet a jo? Allah që përbleft. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Pyetje me vend shumë. Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Kudo që jeni, drejtoheni fytyrat tuaja, drejtoni drejt Ka'bes. Të gjithë muslimanët kanë rënë ujdi se njëra prej kushteve të namazit është me kthy pe Ka'bes, pe kibles. Sigurisht që është kusht me mbulu trupin. Sigurisht që është kusht me pas abdest. Është kusht edhe më kthy pe kibles. Dhe nëse muslimanë kemë për detyrë me lyp kiblen, anën e kibles me lyp me gjetë. Në kohë të sodit, nëpërmjet aplikacioneve, nëpërmjet kompasave, busollës, që është nëpërmjet në telefona, shumë lehtë gjejnë kiblen. Edhe nëse nuk është 100%, është përse afërmi. Dua të them me këtë se dohet robi me lyp kiblen, dhe nuk mund falesh veç me tahmen fakultet apo ku do qoftë. Nuk mund falesh veç me tahmen, por dohet me përpjek me lyp kiblen. Ose nëpërmjet anëve, lindjes e perëndimit, ka lind dielli tek lind, ka lind diell të azami, unë ku jam këto, që tash, dielli më lind në anën e majt. Dielli më lind në anën e majt. Perëndimin e kem në anën e djathtë. Krejt, në bile kështu e kem hala. Tamam. Andaj, kur kthehena pi diellit, gjithmonë anën djathtë të mbije jugu. Gjithmonë anën e majt të mbije veri. Mirë thash, në anën e majt të mbije veri. Gjithmonë. Të dina pe këna kanë fëmijë në shkollë fillore. Në momentin që kthehena unë ka lindja, në të djathtë ka me jugun, veç kthehena në mes. Po mes, pak më shumë pe jugu, 45 shkalla, që bie gati në mes. Lindjes dhe jugut. Dhe Allahu Akbar, lidhen namaz. Ose me orësat, me këtë farë telefonatat që është tash me herët, me aplikacionin telefon e gjej kiblen, edhe falesh. E tani ka njerë ndodhin se anë me gabu ka pak, ose me marrë vesh pastaj që se ka qëllu së prish punaja. Masi është përpjek, pasi që ka derdhë mund, ka bo përpjeki me gjithë kiblen, nëse ka gjithë elhamdulillah, nëse se ka gjithë drejtimin e duhur të kibles, e ka kuptu mas andej, se s'ka qenë në drejtim të duhur nuk prish punë, sepse ai ka derdhë mund, që ka mujtë, e ka ba, Allahu Azza wa Jall nuk kërkon për te mundësisë.